E dita janë dy lloj martesa. Martesa e Kosovës dhe martesa e Gurbetit kanë dallim. Nëse mendojmë pse se nuk jam ekspert për këtë punë, meqense ki njohuri më shumë për këtë gjë, se këtu jeton me vllavin, me motrën, nanën, babën e burrit, shembull ana femërore. E tash më e mira, çka është vetëm ideja ime, se ju keni më shumë njohuri, vajza duhet me shikuar të gjithë a janë të mirë, a kanë shpirt. Se vajza duhet me dashuru një djalë vetëm shka ka shpirtin e mirë. E jo është i madh, ka miskula. Miskula më e mirë është zemra. Kur ka shpirt, ka dhimbje ndaj tij, i ka të gjitha. E në Gurbet jeton vetëm me burrin. E kur ki punë me motër, me shembull me vllau të burrit, bashkësi familjare, etj, është ma problem këtu. Por mendimi im është që ajo vajzë mos ta dashuron vetëm burrin, por ne ta shikon edhe familjen e tij, se ajo që ti ka me jetu, ajo traditë e familjes duhet kjo me pëlqi. E jo shembull mos me pranu dhe mund me fillu konflikti, meqense A ka dashnia kushte? A mundën me thonë? Po. Ka. I duhet tjetë dhe për këtë arsye ma vonë kur lindin, por është edhe një problem. Ma vonë nëse